Pas incidenti ku Jozi goditi Gjestin, reagimet e personave të pranishëm vë Big Brother Post kanë qenë teje domethënëse edhe pse të pakta në fjalë. Në mënyrë të veçantë, vëmendjen e morën dy figura, Rozana dhe Lajër Vasili. Rozana, e cila ishte në vendngjarje, zgjodhi një mënyrë shumë të kujdesshme për të folur. Ajo tha: Gjesti më parë kishte treguar se ai do të hapte derën. Dëgjova vetëm përplasjen dhe mbeta e shtangur. Ky pohim në thelb nuk sqaroi asgjë konkrete. Me pak fjalë, Rozana e pranoi praninë e saj, dëgjimin e aktit, tronditjen personale, por nuk dëshmoi qartë as dhunën, as pozicionin e saj moral ndaj saj. Kjo mënyrë tërheqje nga përgjegjësia përmes një mos shpjegimi lë të kuptohet një frikë nga ekspozimi ose një përpjekje për të ruajtur neutralitetin, edhe në një situatë që kërkonte qartësisht pozicionim. Një sjellje shumë më e dukshme dhe më problematike ishte ajo e Lajrit Vasilit. Në momentet pas incidentit, Lajri u pa duke rregulluar pantallonat, një gjest i cili në pamje të parë mund të dukej i pavetëdijshëm. Megjithatë, ajo që ra në sy ishte shprehja në fytyrën e tij, një buzëqeshje e lehtë dhe një shëndrim i qetë që shumë njerëz në publik e interpretuan si kënaqësi të fshehur për goditjen që gjesti mori. Në vend që të reagonte me shqetësim, ndihmë ose të paktën me një reagim njerëzor të natyrshëm ndaj një akti dhune, Lajri Vasili u soll si një spektator indiferent, ndoshta edhe i kënaqur. Konkluzionet kryesore që dalin nga këto sjellje janë: Rozana zgjodhi të qëndrojë anash, duke u shfaqur si një dëshmitare e hutuar, pa marrë asnjë përgjegjësi për të dëshmuar të vërtetën. Lajri Vasili përçoi me gjuhën e trupit një mesazh aprovuese ose të paktën indiferente ndaj dhunës. Të dy aktorët, në mënyra të ndryshme, nuk shndruan në anën e viktimës dhe nuk dënuan aktin e dhunës siç kërkohej nga përgjegjësia publike dhe njerëzore. Normalisht gjesti vet për këtë rast nuk ka koment, dhe mirë e kap se t'i jap vëmendje dhunuesit të tij për disa klikime më shumë, dhe kështu i dhunuari si asnjëherë më parë zgjedh heshtjen, si për herë që ka bërë në këtë edicion të Big Brotherit. U përfal që hoqi motrën e gjestit nga ndjekësit, Egli sqaron të vërtetën. Mbrëmjen e së shtunës, në post Big Brother VIP Albania, Egli tako vendosi të sqarojë publikisht lajmet që qarkullonin në rrjet për marrëdhënien e saj me Blerinën, motrën e gjestit. Në javën e fundit, shumë fanë savun re se Egli dhe Blerina nuk ndiqeshin më në Instagram, çka ndezi aludimet për një ftohje mes tyre. Por gjatë intervistës në studio, Egli hodhi poshtë këto spekulime, duke sqaruar se gjithçka ishte një keqkuptim teknik. Profili i menaxhohet edhe nga njerëz të tjerë që merren me rrjetet sociale. Është bërë unfollow automatikisht për ata që nuk më kishin ndjekur më parë, tha ajo. I pyetëm nga Ledioni nëse Blerina nuk e kishte ndjekur, Egli u përgjigj qartë: Jo, nuk më kishte. Në lidhje me arsyet, ajo shtoi se nuk mund të jepte një shpjegim, pasi Blerina nuk ndodhej aty për ta diskutuar. Pra edhe pse e kuptueshme si reagim, Egli na sqaroi se mbasi nuk më duan përse duhet unë t'i dua gjë që është shumë e kuptueshme. Ndoshta më bie dhe mua nusja me lek, gjumi shpërthen pas thumbit të Ledionit. Pas komentit ironik të Ledion Licës, Gjuma Allushi ka reaguar me një postim të fortë në rrjetet sociale, duke shpërthyer ndaj atyre që sipas tij po përpiqen të përlyejnë punën dhe djersën e tij. Unë kam treguar respekt, nga i pari tek i fundit, shkruan Gjumi me një ton të qartë zhgënjimi. Nëse doni vëmendje nga unë dhe përmendni biznesin nga i cili familja ime ha bukë, ju lumt. Por të shkeni mbi bukën e fëmijëve të mi dhe mbi djersën time, këtë nuk ua toleroj. Në këtë reagim emocional, Gjumi nënvizon se suplementet që ai promovon janë produkte të provuara shkencërisht, të miratuara dhe të certifikuara, duke mbrojtur kështu dinjitetin e punës së tij. Ai nuk nguron të kujtojë se çdo arritje e tij është fryt i mundit dhe sakrificës personale, pa i hedhur kurrë balta askujt dhe pa përdorur ironinë si armë ndaj të tjerëve. Në fund, me një goditje të hidhur dhe një ironi të hollë, ai shton: Por si i dihet, ndoshta më bie dhe mua nusja me lek në të ardhmen. Një fjali që mbart shumë më tepër se një batutë, një mesazh i qartë se edhe mes thumbimeve dhe padrejtësive, ai nuk do të ndalojë se luftuari për veten dhe familjen e tij. Aksidentohet ish-banorja e Big Brother VIP, Mikela, ja gjendja e saj shëndetësore. Ish-banorja e Big Brother VIP, Mikela, ka ndarë së fundmi me ndjekësit një lajm shqetësues. Pak më parë, ajo tregoi se ka pasur një aksident me makinë, ndërsa në automjet ndodhej edhe vajza e saj e vogël, vetëm 5 muajshe. Mikela bëri të ditur se gjatë kësaj jave ka pasur 2 aksidente rrugore, duke shtuar se për fat të mirë, gjendja e saj dhe e vajzës është e mirë. Ajo pranoi se ishte shumë e frikësuar, sidomos për të bijën, por fal Zotit, gjithçka përfundoi pa pasoja serioze. Megjithatë, duhet thënë se të përjetosh 2 aksidente në kaq pak kohë, dhe aq më shumë kur në makinë ke edhe një foshnjë, është një sinjal alarmi. Në raste të tilla, është më e sigurt që Mikela ose të shmang përkohësisht drejtimin e mjetit, ose të shoqërohet nga dikush tjetër më i përshëndruar për të mbrojtur mbi të gjitha jetën e vajzës së saj të vogël. Ne i urojmë Mikeles shëndet të plotë dhe i urojmë që Zoti ta mbrojë gjithmonë atë dhe familjen e saj.
Loredana tregon vendimin që ka marrë për Jozën, dashuria mjafton, jo gjithçka është bardhë e zi. Loredana Brati dha një intervistë që preku shumë zemra. Me një tonë të sinqertë, plot emocion, ajo ndau detaje intime nga jeta e saj personale dhe familjare, duke fituar mbështetjen e publikut me komente të ngrohta dhe inkurajuese. Por momenti më i ndjeshëm erdhi kur ajo pyet për marrëdhënien me Jozin, ish-banorin e Big Brother VIP Albania, me të cilin nisi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi. Pavarësisht situatës së ndërlikuar, ku Jozi u përfshi në një skandal, pas dhunës fizike ndaj një tjetër banor i gjestit, Loredana shndroi e patundur në ndjenjat e saj. Me një buzëqeshje të hidhur, ajo pranoi. Nuk e mohoj, jam ende e dashuruar me të. Ndjenjat nuk zhduken thjesht sepse ndodh një gabim. Në fund të fundit, askush nuk është perfekt. Ajo shtoi më tej se, sipas saj, dashuria është forca më e madhe dhe nuk mund të marret me veprime të nxituara. Për mua, tha Loredana, nuk është e rëndësishme që i dashuri të jetë pa tëmeta. Nëse ka dashuri, çdo gjë mund të përballohet. Çfarë do të ndodhë mes nesh, këtë do ta tregojë vetëm koha dhe unë jam gati ta zbuloj vetë këtë rrugëtim. Në një kohë kur shumë njerëz do të kishin zgjedhur të tërhiqeshin, Loredana tregoi se ndonjëherë zemra vendos më shumë se sa mendja. Një vendim i guximshëm, i cili do të provojë nëse dashuria vërtet mjafton për të kapërcyer gjithçka. Larti përçmon gjestin, nuk e pranoi dot që një analfabet dhe një njeri që nuk di të flas shqip të fitoi Big Brother VIP Albania. Në vend që të kemi një debat të hapur dhe respektues, u bë e qartë se Larti e sheh me përçmim fitoren e gjestit. Në mënyrë të hapur dhe pa shumë filtra, ai lëshoi thumbat e tij, duke i vënë në shënjestër jo vetëm mënyrën e të shprehurit të gjestit, por edhe nivelin e tij të përgjithshëm të inteligjencës. Sipas Lartit, një fitues i Big Brother VIP Albania duhet të përfaqësojë nivel të lartë intelektual, gjuhë të pastër dhe njohuri të gjëra, cilësi që ai insiston se gjestit i mungojnë. Ai nuk mund ta pranojë që një njeri i thjesht që flet me dialekt dhe ka vështirësi në gjuhën shqipe të fitojë një reality show që në sytë e tij duhet të jetë një garë inteligjencë dhe kulture. Edhe pse deri diku mund t'i japsh të drejtë për vlerësimin e standardeve, mënyra arrogante dhe përçmuese me të cilën Larti e shprehu mendimin e tij është e papranueshme. Të nënvlerësosh dik për shkak të dialektit apo mungesave të tij akademike, është një sjellje e ulët dhe jo humane. Po, ndoshta inteligjenca e gjestit nuk është ajo që shoqëria elitariste do të donte të kishte për një fitues, por ndjenja e njerëzores, e thjeshtësisë dhe e përulësisë që ai transmetoi, u vlerësua më shumë nga publiku sesa nga standardet e ftohta akademike. Në fund të ditës, Big Brother nuk është një olimpiadë shkencore, por një pasqyrë e emocioneve njerëzore. Dhe njerëzit zgjodhen shpirtin mbi fjalorin, zemrën mbi notat dhe përvojën mbi tituj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!